Por, inshallah, e keni rrezë prej Zotit që le xhelaluhu, me përfitu prej këtij ajeti apo me vepru sikur urdhron Allahu xhelle xhelaluhu në këtë ajet të madhërueshëm të Kur'anit. Velkadhimin al-ghaib, të devotshëm janë ata të cilët përmbahen nga zemrimi, nga inati, e gëlltisin inatin, e mqefin inatin, rezervohen, kujdesen shumë, dhe u afalin njerëzve edhe kur kanë mundësi të hakmerën, apo edhe kur ju të kanë hapërve. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thotë: "Ja Rasulullah, më këshilla për na gjë. Më jep një këshill që do të më bëjë dobi." Ai tha: "Mos u nxej, mbaje vetë." Kalojnë 2 minuta dhe i kthehet prapë. "Ja Rasulullah, më këshilla diçka." Ai thotë: "Mos u nxej." Dhe kur e bën përshtreti, i dha përsëri të njëjtën këshillë, thotë: "Mos u nxej, mos u zëro." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkatërt i tha: "Ato që ta fitosh xhenetin, tha përmbahu me zemrimin. Mos u zëro. Përmbaje zemrimin. Nëse do të fitosh xhenetin." Me të vërtetë o vëllezër, besimtarë dhe besimtare, kjo ndjenja e zemrimit ndodh tek njerëzit. Në fakt ndodh tek kafshët, por me një mënyrë tjetër. Por tek njerëzit është akoma më rrezikshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Në momentin që njeriu është i nxehur, i zemruar, shejtani mallkum fa lëviz në për trupin e tij, në për damarët e gjakut të tij. Edhe e çon tha njeriu ka të dojë. Pra me thonë pak ma shqip, ja ka marrë të kapisrën dhe tërheq ka të dojë shejtani mallkum në momentin që është i nxehur. Keni more e besoj? Sytë zizën, frehet gjakut fytyrë, skuqet, edhe flet për qarë. Një herë që Zoti e mëshiroi, rreth kësaj çështje ka thonë një fjalë të bukur: "Ta kur ke drejtë, mos u mërzit. Po nëse s'ke drejtë, prapë mos u mërzit. Se s'është e drejta jote, mos u mërzit." Dhe është një ndjenjë shumë e rrezikshme kjo. Ne kemi 2 lloje kundërshtarësh. Njëri lloj është që dihet botërisht se është shejtani i mallkuar. Po ka dhe njerëz të cilët janë stërvit prej të mallkumit, si të me t'i shkatërru nervës, si të me të nxenë, me fjalë prekse, me gjeste, me dur, me të prekët të shpinë, apo vllejnë, apo pemën, e tjera sende që nuk në provën nga që mund t'i kemi me mija raste. Ama, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Një njeri i cili është përmbajt nga zemrimi dhe edhe drejtën e vetë nuk e ka kërkuar, domethënë është tregu i bukur, në ditën e gjykimit do të nxirret para të gjithë njerëzve. Dhe do t'i thotë Allahu xhelle xhelaluhu: merr cilën dush nga hërit të xhenetit. Se ti je nga ato të devotshmit që u përmbajtën, nuk u nxjerrën, duroven, e gëlltitën, edhe Allahu xhelle xhelaluhu po të shpërblen në ditën e gjykimit. Pra pikërisht ti personi do të thuaj cili është përmbajtur. Pse është shumë e rrezikshme. Provokimet janë nga më të ndryshme. Ju keni ndëgjuar për shembull që njerëzit janë vrarë prej fjalë goje.
Dhe kur është pyet, mas këtij gjesti jam penduar.